Përshëndetje miq që na ndiqni në këtë transmetim të drejt për drejt nga stadiumi Beslidja i qytetit të Lezhës, ndërkohë që bëjmë me dije se kjo ndeshje do të transmetohet drejt për së drejti nga Star Plusi TV Basanja. Ka një interesim të jashtëzakonshëm të medias për këtë ndeshje dhe ajo çfarë është më e rëndësishme është në transmetim të drejt për drejt në faqen e Facebookut të Agustin Sinmarimit, ish themeluesit të televizionit të parë në Lezhë, Lezhë Televizion. Pritet nga momenti në moment që të fillojë ndeshja, ndërkohë që duhet theksuar fakti se ka një interes të jashtëzakonshëm të tifozërisë lezhjane, të cilët e kanë mbështetur skuadrën e Beslidjes në këtë kampionat. E ajo çfarë është e rëndësishme, duhet thënë se skuadra e Beslidjes e ka mbyllur fazën e parë në krye të klasifikimit, udhëheqë vetëm pa humbje, e kjo është ndeshja e parë e fazës së dytë të kampionatit të kategorisë së parë të grupit A. Ndërkohë që jo njohim me formacionet, sapo skuadrat kanë dalë në fushën e lojës, është skuadra lezhjane Beslidja me ngjyrën tradicionale kuq e verdh, e skuadra e Basanjës është zi dhe jeshil. Lojtarët po vendosen për të bërë përshëndetjet e çastit dhe pritet nga momenti në moment fillimi i këtij takimi, ndërkohë që duhet thënë se këtë ndeshje e drejton Olsi Sokoli nga Tirana, gjyqtar kryesor, i ndihmuar nga Spiro Dhima, Fier Ernesta Meti Tiranë dhe Bekrus Dragusha është gjyqtar i 4. Delegati i Federatës Shqiptare të Futbollit është i mirënjohur Kreshnik Ali Mehmeti, ish futbollisti i skuadrës Tiranës, dhe bashkëgues është Sokol Avdo. Është ndeshje, siç e thamë në krye të herës, që paraqet mjaft interes për vetë pozicionin që ndodhet skuadra e Beslidjes, e cila kërkon me domos që të marrë 3 pikë për të vazhduar udhën drejt synimeve që ajo ka vendosur në fillim të kampionatit. Ndërkohë që është me bëjnë me dje që sapo ka mbritur edhe kolegu jon i Shkodrës, Gaspar Marku, i cili dha ai do të jetë pjesë e transmetimeve të kësaj ndeshje, pra ka një interes të shtuar të medias për këtë ndeshje, interes të cilin e bën adekuat, e bën të domosdoshëm vetë rëndësia që ka kjo ndeshje. Ndërkohë që një ndeshje tjetër e rëndësishme e këtij grupi është ndeshja që zhvillon ekipi Sopotit Librazhdit në Puk me tribunën vendas. Ndërkohë që ekipi Sopotit Librazhdit është 1 pikë pas ekipit të Beslidjes. Tashmë jemi gati nga momenti në moment për të filluar kjo ndeshje dhe sa duket topin e parë do ta shkelmojnë vendasit dhe janë rreshtuar skuadra e Beslidjes në pozicionet e tyre, ndërkohë që skuadra Basanjës sapo bëri një fotografi të qasjet të shpërndar dha jo në pozicionet e fushës. E ndërkohë, tani është momenti që të bëjmë me dije formacionet e skuadrave respektive. Skuadra e Beslidjes luan me këtë përbërje: në port Myrta, në mbrojtje luajnë Temja Ramili, Marku Karakaçi Kruja, në mesin e fushës Alan Sander, Byrameli, Envin Zulmus Raboshta dhe Akansase. Ndërkohë që duhet theksuar se Raboshta është goshtënuesi më i mirë i fazës parë i këtij grupi. Ka nisur loja, ndërsa skuadra mike e Basanjës luan me këtë formacion në port Murat, pastaj vinë me radhë Bushaj, Hoxhaj, Marashi, Lesha, Çelepia, Shimaj, Lekaj, Kaçubela, Çezma, Kufu. Ndërkohë që Kaçubela duhet thënë se ka luajtur edhe me skuadrën e Beslidjes. Skuadra e Basanjës luan me skemën 1-4-3-3, ndërsa skuadra Beslidje 1-4-2-3-1. Është portieri i skuadrës së Basanjës me topin në zotreme ka pasuar me këmbë për mbrojtjen e djathtë, por topi ka dalë jashtë vijave kufizuese të fushës dhe jemi kështu kanë kaluar 2 minuta lojë nga fillimi i këtij takimi. Është një ditë e bukur, do të thoja, një mot me diell, por terreni është paksa i lagësht, pasi kanë rënë shumë shira gjatë 24 orëve të fundit, por
çka do të bëjë që ndoshta në pjesën e dytë do të vështirësohet, do të thoja, tereni, por gjithsesi kemi rivenje me duar nga krahu i majt i sulmit të skuadrës Beslidhjes. Jo është një goditje dënimi, gjyqtari kryesor ka akorduar një goditje dënimi për skuadrën vendase, është Kruja, i cili pritet që të harkoj topin brenda zonës së rrepsisë. Ka harkuar, po jo ashtu siç duhet, dhe skuadra e Basanjes ka nisur një aksion të shpejt në qendër, por ka ndërhyrë aty me shpejtësi, pra fillojnë problemet e terrenit ashtu siç e tham, është terreni paksa, moment i vështirë brenda zonës, por ka ndërhyrë me saktësi kapiteni dhe mbrojtësi i skuadrës Beslidhjes Karakashi. E nis kështu një aksion i bukur i skuadrës Lezhë, Raboshta, gjithë Raboshta brenda zonës, se ka ndaluar, ka shmangur lojtar, por ka gabuar në çastin final. E në fakt ai tentoi të bënte një pasim të shkurtër, por ka ndërhyrë mbrojtësi i skuadrës së Basanjes dhe ka larguar këtë rrezik. Është përsëri Raboshta, ka lëshuar një top drejt për drejt tek harku i zonës së 16 metrësh. E ndërhyn në mbrojtësi i skuadrës së Basanjes. Hoxhaj e ka larguar, e nis kapiteni i kësaj skuadre, nis kështu një aksion me anë të kapitenit topi gjatë, por kemi një pozicion jashtë loje, pasi gjyqtari ansor ka vënë re se sulmuesi i skuadrës Basanjes me numër 9 ka qenë në pozicion jashtë loje. Kapiteni i skuadrës Basanjes është Kaçobela me numrin 7, ndërsa kapiteni i skuadrës Beslidhjes është Karakashi me numër 6. Akansase ka pasuar në krahun e djathtë, por topi është më shumë se sa duhet. Ka më shumë se sa duhet. Dhe hajde puka gol! Është topi jashtë zhvimeve kufizuese të fushës. Rivenje ansore në krahun e majt të mbrojtjes së skuadrës së Basanjes është mbrojtësi i majt Bushaj, por tani ka ndruar duar, është në favor të skuadrës së Beslidhjes, ka gabuar në rivenjen ansore njëri prej lojtarëve të skuadrës së Beslidhjes, por e ka rimarrë një shoku i tij, është pikërisht Karakashi, ndaj cilit është kryer një ndërhyrje e gabuar, edhe gjyqtari ka vazhduar lojën pasi topin e kishin zotrim lojtarët e skuadrës së Beslidhjes, të cilët e kthejnë në mesin e fushës. Karakashi ka lëshuar një top për Antonio Markun, është prurja më e re e këtij sezoni, mbrojtësi i krahut majt. Antonio Marku, një lojtar me eksperiencë në kampionatet e Superligës dhe kategorisë parë në Shqipëri e Kosovë, pra është një lojtar me mjaft eksperiencë, i cili shënoi dhe golin e parë në ndeshjen miqësore që Beslidhja fitoi me rezultatin 2-1 me ekipin e Kosovës, Trenisën. Topi është jashtë vinjave kufizuese për të rivënë në lojë me rivenjë ansore. Është Raboshta, kombinon shkurtazi me kokë me Aleksandr, por ky ka gabuar, e nis Kaçobela, por ka ndërhyrë me shumë saktësi. Është mbrojtësi i skuadrës Beslidhjes, Ramili, i cili ka ndërhyrë me shumë saktësi dhe ka larguar topin duke evituar kështu se jo dhe një moment që mund të krijonte probleme për mbrojtjen dhe portën e skuadrës Beslidhjes. Jemi në minutën e 8 të ndeshjes, rezultati i barabartë 0-0, është një lojë që ka filluar shpejt, pa ndonjë rast për tu evidentuar, pasi skuadrat po studiojnë njëra tjetrën, por nga momenti në moment pritet që rrjedha e lojës të ndryshojë, pasi për vetë rëndësinë e kësaj ndeshje skuadra e Beslidhjes i kërkon me domos
3 pikët e kësaj ndeshje është portieri Lezian. Myrta e ka vendosur topin tek zona e 5 metrëshit, është tërhequr për t'i dhënë goditjen me këmbë, gjë të cilën nuk e ka kryer akoma, ndërkohë që gjyqtari kryesor jep shenjë që të vazhdoj loja. Topi Ramilli, pastaj Raboshta ka pasuar mjaft mirë për tek numri 33, vazhdon një aksion i shpejtë i skuadrës së Beslidjes, është ndërprerë në mënyrë të parregullt sulmuesi Akansase. Sulmuesi Lezian me numrin 99, edhe ky është golshënues pasi vjen menjëherë pas Raboshtës me një gol më pak në listën e golshënuesve të kategorisë së dytë të grupit A, ku bën pjesë skuadra e Beslidjes. Është një goditje dënimi nga krahu i djathtë i sulmit të skuadrës së Beslidjes, i zakonshëm i përhershëm i Kruja në realizimin e këtyre goditjeve. Është në distancë vrulli, ndërkohë që muri i skuadrës është vendosur në distancën e dur dhe pritet nga momenti në moment goditja. Kruja ka harkuar me mjaft bukur dhe moment i vështirë. I kishte të gjitha mundësitë skuadra leziane të shënonte. Ka qenë një kros mjaft i bukur në rreth 25 metra nga krahu i djathtë dhe me kokë sa duket Raboshta nuk ka mundur ta fus topin në kuadratin e portës, pra shënohet kështu rasti i parë në minutën e 10 për skuadrën e Beslidjes. Mbrojtësi i skuadrës së Basanjes ka marrë topin, ka pasuar në krahun e majt, ku spostohet sulmi i skuadrës së Basanjes, ka gabuar në pasim njëri prej lojtarëve, ka i luftim midis Krujës dhe njërit prej lojtarëve të Basanjes, moment i vështirë, kapiteni i skuadrës dhe për pak sa skuadra e Basanjes ka kaluar në avantazh. Pra është kapiteni i skuadrës Basanjes Kaçubela, i cili ka gjujtur brenda zonës se 16 metrësh, por ka qenë ndërhyrja shumë vendimtare mbrojtësit Ramilli dhe topi ka dalë jashtë vijave kufizuese dhe sa duket kemi një rëvënie anësore me duar në favor të skuadrës së Beslidjes. Raboshta ka kthyer me kokë topin për ka gabuar njëri prej lojtarëve të skuadrës Beslidjes, moment i vështirë, ka pritur portieri, ka qenë një moment shumë i vështirë i numrit 9 të skuadrës së Basanjes, i cili brenda zonës ka gjujtur dobët, do të thoja, dhe portieri Lezian ka pritur pa vështirësi. Pra brenda 1 minuti skuadra e Basanjes ka rrezikuar 2 herë. Ishte një gabim i njërit prej mbrojtësve të skuadrës së Beslidjes dhe Qezma brenda zonës ka gjujtur, por në pozicion ka pritur portieri Lezian Myrta. Karakaçi ka pasuar për të Kruja, nisi top të shpejt për Raboshtën, por ndërhyn mbrojtja e skuadrës së Basanjes, e cila duhet thënë se në këto 2-3 minuta loj kemi një lojtar të dëmtuar të skuadrës mike të Basanjes dhe gjyqtari kryesor ka kërkuar ndihmën e stafit mjekësor pasi vazhdon të jetë i dëmtuar në krahun e majtë të mbrojtjes. Sa duket do të jetë Bushaj. Po, Bushaj është i dëmtuar dhe falni është numri 23 Marashi, i cili merr ndihmën nga stafi mjekësor, ka shkuar pranë tij edhe gjyqtari kryesor i ndeshjes Olsi Sokoli. Asi problem për lojtarin.
e skuadrës mike, i cili ka dalë jashtë vijave kufizuese të fushës për të rikthyer nga vija e mesit fushës në lojë, tani rikthehet në lojë. Aksioni skuadrës së Basanjes në gjujtje Togazi e numri 2 Lesha ka gjujtur, por jo me forcën e duhur, dhe portieri Marku ka pasur për të raboshtën. Nis një aksion i bukur i skuadrës Beslidhjes. Alan Sander ka kërsuar brenda zonës, por kemi një goditje në këndi për skuadron e Beslidhjes. Barazohet numri i goditjeve të këndit. Pra, skuadra Beslidhjes ka të drejtën e ekzekutimit të një goditje nga këndi në krahun e majt të sulmit. Është Kruja. Dhe gjyqtari kryesor, të shohim, ka fishkëllyer. Ka qenë një goditje në mënyrë e gabuar e mbrojtjes së skuadrës. Po topi është prekur me dorë, pasi jemi në distancë disi të largët, ka shprekur me dorë nga një mbrojtës dhe gjyqtari kryesor i takimit Olsi Sokoli, i ndodhur fare pranë aksionit, ka akorduar një 11 metrësh për skuadrën e Beslidhjes. Do t'jeti zakonshmi Raboshta, ai që do të ekzekutoj këtë 11 metrësh, ndërkohë që jemi në minutën e 16 të këtij takimi dhe skuadra e Beslidhjes ka të drejtën në një ekzekutimi të një 11 metrëshi të dhënë nga gjyqtari kryesor Raboshta. Ka gjujtur dhe gol 1-0 për skuadrën e Beslidhjes. Pra është Jesmin Raboshta i pagaburi, do të thoja, në rastet të tilla që ka shënuar dhe Beslidhja që prej minutës së 16 udhëheq me rezultatin 1-0 me gol të shënuar nga Raboshta me 11 metrësh. Ishte një goditje topit me dorë nga njëri prej mbrojtësve dhe gjyqtari akordoi 11 metrësh, të cilën e ktheu në gol Raboshta. Tani topi është në vijën e mesit fushës për të rivën në lojë nga skuadra mike e Basanjes. Pra 16 minuta lojë, Beslidhja 1 e Basanja 0. Ndërkohë që duhet thënë se 4-5 minuta përpara se të vinim te goli i 11 metrëshit, ishte skuadra Basanjes që rrezikoi 3 herë me Kaçubelën, Qezmën dhe Leshën, por pa mundur të zhbllokojë rezultatin. Ndërkohë që me një goditje nga këndi të ekzekutuar nga Kruja, topi është prekur me dorë nga njëri prej, kemi ndërhyrje të gabuar të njërit prej mbrojtësve të skuadrës Basanjes, dhe ka qenë sa duket numri 2 Lesha, që është ndëshkuar me kartonin e verdh. Është ekzekutuar goditja e dënimit. Raboshta ka pasuar shkurtësi për tek Akansase. Moment, një gjujtje pa adres, do të thoja, e numrit 33 Byrameli. Ishte një aksion i bukur i nisur nga Prapavinja me protagonist Markun, i cili pasoi për tek Alan Sander, ky tek Raboshta, i cili pa u zbuluar Byramelin, janë dërgoi topin pikërisht aty ku ai ishte, por ka gjujtur, do të thoja, pa shumë përgjegjësi, dhe topi ka dalë jashtë vijave kufizuese të fushës.
Antonio Marku me ndërhyrje të fuqishme dhe ka dërguar topin nga mbrojtja në thellësi të sulmit, por pa u ndjekur nga lojtarët e sulmit të skuadrës së Beslidhjes. Tashi që nga momenti i shënimit golit, Beslidhja ka dalë, do të thoja, në lojën e saj dhe po krijon një lojë të bukur dhe e përsi ndaj skuadrës. Kemi një përplasje midis dy lojtarëve, po gjyqtari vazhdon lojën. Karakaçi ka kthyer disi pas topin për Markun, i cili ka pasuar për tek Bega, pastaj Byrameli, Kruja, pasime të shumta të lojtarëve Raboshta. Gjithë një pasim shumë i bukur për Krujën, lëvizje brenda zonë, gjithë një Kruja, moment të vështirë Raboshta. Alan Sander e mban disi më shumë se duhet topin, por fiton më së paktën një goditje nga këndi. E dyta për Beslidhjen nga krahu i majt. Duhet kujtojmë se pikërisht nga goditja e këndit në krahun e majt, aty ku është dhe kjo goditje, erdhi goli i parë. Është Kruja ka harkuar, por jo në më shumë topi ishte Togazi, paska se ai duhet të harkonte. Alan Sander, Bega, Kruja, përsëri Sander, por nuk e zotron topin ashtu siç duhet. Marku, gjithë i Marku, Raboshta ka pasuar mjaft mirë për Krujën. Byrameli ka kthyer prapa, Raboshta ishte i gatshëm për ta marrë topin. Karakaçi, kemi një goditje dënimi. Bega sa duket ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar ndaj futbollistit të skuadrës mike me numër 17. Me numër 27, më falni, Qelepia. E një aksion i ngadalt i skuadrës mike. Bega ka gabuar në pasim, e ka dhënë më shumë se duhet topin, ndërkohë që priste në krahun e djathtë të mesfushës ishte Kruja, që priste ta merrte topin, por ishte më shumë se sa duhet dhe përfundoi jashtë linjës së fushës për të rivënë në rivën anësore, e cila bëhet me shpejtësi, por është thyer një aksion i skuadrës së Basanjes. Është skuadra e Beslidhjes. Raboshta ka marrë një top të gjatë, gjithë një Raboshta ka pasuar për Akansase, i cili ka gjujtur, por ka pritur portieri i skuadrës Murat. Pra jemi në minutën e 22. Rezultati vazhdon të jetë 1-0 në favor të skuadrës Beslidhjes, me gol të shënuar me 11 metrash në minutën e 16 nga golshënuesi i skuadrës së Beslidhjes dhe i këtij kampionati të kategorisë 2 të grupit A, Jesmin Raboshta. Do të thoja gjahtari i golit, një lojtar me mjaft eksperiencë, lojtar që do ta kishte zili çdo skuadër ta kishte në përbërjen e saj. Është lojtar me grin, lojtar që lufton fort për topin e parë, lojtar që përdor topin mjaft mirë dhe gjuan nga çdo pozicion. Ka një goditje me kokë pa adres nga njëri prej lojtarëve të skuadrës së Basanes, por topi ka përfunduar në krahun e djathtë të mbrojtjes tek numri 28 Bushaj, i cili e ka spostuar nga e majtën djathtë, por në mesin e fushës është ndërprerë aksioni i skuadrës mike, e nis një aksion i vendasëve. Raboshta nuk e ndoqi sa duket një mosmarrveshje midis Alan Sandrën, lojtar i ri me teknik. Kemi një pozicion jashtëloje të lojtarëve të skuadrës Basanjes, është pikërisht kapiteni i skuadrës së Basanjes, Kaçubela, i zënë në pozicion jashtëloje.
vazhdon të ketë pas shënimit të golit, skuadra e Beslidjes ka marrë, si të thuash, në dorë frenat e lojës dhe po e mbisëndon lojën me volum, me pasime, me raste, por pa mundur të shënoj golin tjetër, që do të ishte, do të thoja, goli i sigurisë i kësaj neshe. Aksioni bukur nga krahu Byrazi. Kruja, gjithë një Kruja ka bërë një shmangje të mrekullueshme dhe ka bërë atë që s'du ta bënte. Në fakt ka humbur një rast mjaft ideal. Pra bëri një shmangje shumë të bukur brenda zonës 5 metrashit. Ishte pothuajse i vetëm dhe ka gjuajtur pa precizojnë e duhur dhe në minutën e 23 Beslidja me Krujën humbet një rast ideal për ta dyfishuar rezultatin e kësaj ndeshje. Topi është vendosur, është portieri, e ka gjuajtur portieri skuadrës Basanes, por skuadra Beslidjes e ka marrë më njëherë topin në krahun e majtë. Është numri 66 i kësaj skuadre me topin zotëri. Alan Sander ka pasuar për Byramelin. Bega ka gjuajtur nga larg. Karakaçi, Kruja, pastaj Marku ka pasuar në të majt. Aksion i bukur, por topi ka dalë jashtë vijës fundore. Ishte një aksion i bukur, por Alan Sander sa duket nuk ishte në kohën e duhur për ta zotruar atë top të lëshuar mjaft bukur nga Raboshta brenda zonës rrepsis, brenda zonës së 16 metrashit. Dhe kalon dhe kështu një moment tjetër i rrezikshëm për skuadrën në portën e skuadrës së Basanjes, e cila nis një aksion nga krahu i majt i mbrojtjes, një top shumë i gjatë, por aty janë në gatishmëri mbrojtja, reparti mbrojtjes, që do të thoja sot janë në lartësitë e duhur, me në krye kapitenin e skuadrës Karakaçi, një lojtar me mjaft eksperiencë në ligat profesioniste shqiptare. Rivenje me duar në krahun e majt të mesit fushës për skuadrën e Basanjes, i cili nuk është ekzekutuar akoma. Njëri për lojtarëve është me top, i cili vrapon për shkuar në vendin që ndodhi rivënja, ndodhi dalja topit jashtë. Bega ka kthyer topin pas. Raboshta akansase i vetëm, por jo, kemi pozicion jashtë loje. Dhe kështu që bie dhe ky aksion i bukur i skuadrës Beslidjes për pozicion jashtë loje. Jemi në minutën e 27 të pjesës së parë të ndeshjes me rezultatin 1-0 në favor të skuadrës Beslidjes, me gol të shënuar nga Raboshta në minutën e 16 pas asaj goditje nga këndi. Moment i vështirë, moment shumë i vështirë në portën e skuadrës së Beslidjes. Ka pati një hezitim të mbrojtjes dhe nuk ka përfituar si duhet njëri prej sulmuesve. Pra pati një mosmarrveshje midis mbrojtësve të skuadrës së Beslidjes, por ka ndërhyrë portieri i skuadrës Beslidjes Myrta, i cili ka zgjedhur gjithçka. Topi është jashtë vijave kufizuese të fushës për të rivënë me duar, sa duket nga skuadra mige, Basanja. Kesën me hapat nga dalë njëri prej lojtarëve të kësaj skuadre është Shimaj. Me rivenje me duar e ka pasuar mjaft fort, por ka ndërhyrë
mbrojtja e skuadrës Beslidhjes dhe ka nisë një aksion I cili është thyrë dhe topin tani e ka mbrojtësi I skuadrës Lesha dhe rivënje anësore në favor të skuadrës së Basanjës. Është Lesha e ka dërguar, por Bega pastaj për Leshën Marko me kokë ka ndryrë dhe ka larguar topin, por dhe nis kështu një aksion I skuadrës së Beslidhjes. Alan Sase ka ndryrë të gabuar të mbrojtësit të skuadrës Hoxhaj të skuadrës Basanjes dhe goditje dënimi në favor të skuadrës së Beslidhjes, të cilin e ekzekuton me shpejtësi Alan Sander, cili pason për Karakacin, e ky I fundit dërgon një top të gjatë, por të fortë dhe nuk arrin të kapet nga sulmuesit e skuadrës së Beslidhjes Alan Sander, por ka ndërhyrë kapiteni I skuadrës Kaçubela, kapiteni I skuadrës Basanjes dhe ka larguar topin në rivënje anësore, e cila do të u kryhet pasur për tek Temja, pastaj Marku, mbrojtësi I Krahut, ma ka pasuar për tek Raboshta. Gjithë një Raboshta ka fituar një goditje dënimi, duhet thënë se mbrojtësat e skuadrës Basanjes po luajnë disjorant ndaj sulmuesve të skuadrës së Beslidhjes, gjë të cilën e dëshmon edhe fakti se ata janë dëshkuar me kartona të verdha. Kemi 2-3 lojtar, aksion I bukur I skuadrës Beslidhjes, ka gjuajtur Bega, një pasim shumë I bukur I Raboshtës, aksion në krau I majt. Alan Sander pason për tek Raboshta, I cili lëshon një top tek harku I 16 metrëshit dhe Bega ka gjuajtur fort, por topi ka kaluar paksa në të majt të portës të shtutës Pingule, të portës së mbrojtur nga portieri Murat. Pra jemi në minutën e 30, rezultohet ky rast mjaft I pastër dhe I bukur për skuadrën e Beslidhjes. Akansase, Raboshta, Byramezi, Karakaci ka gabuar në pasim, Temja ka pasuar për tek Byramezi, nga dalsohet disi sulmi I skuadrës vendase të Beslidhjes, është Bega në mesin e fushës, ka pasuar për tek Marku, Alan Sander ka tentuar të pasojë për tek Raboshta, por ka gabuar. Vazhdon loja, Karakaci, Bega, Karakaci, aksion I bukur. Moment shumë I pastër për skuadrën e Beslidhjes. Minuta e 31 është një pasim I bukur I Alan Sander, por Akansase nuk e shfrytëzon këtë rast. Topi ndodhet në mesin e fushës, I zotruar nga skuadra Lezhjane. Raboshta gabon në pasim, por e rimarrin përsëri Lezhjanet. Alan Sander ka gabuar në pasim, ka dashur të pasoj shpejt për tek Byrameli, I cili ka humbur dhe topin në zotërimin e portierit të skuadrës Basanjes. Murat, e cili ka pasuar në krahun e majt. Topi është marrë nga lojtarët e skuadrës së Beslidhjes. Akansase brenda zonës, gjithçka zhvillohet në 16 metra. Raboshta ka gjuajtur. Gjujtje shumë e bukur. Raboshta ka gjuajtur dhe
ka pritur portieri I skuadrës Mike Murat dhe jemi në minutën e 33. 33 Raboshta ka detyruar të pres me vështirësi portierin. Është goditja e tretë në këndi. Pa problem për skuadrën Mike. Topi është në krahun e majt të fushës, kalon nga mbrojtja në mesin e fushës. Aty luajnë lojtarët e skuadrës Basanës dhe kërkojnë që të ndërtojnë një aksion për të rrezikuar dha ta portën, por duhet të thënë që pas minutës së 16 ku erdhi goli I parë I këtij takimi, skuadra e Beslidjes e ka dominuar lojën, ka patur disa raste, por pa mundur të shënoj golin e dytë, ndërkohë që skuadra Mike ka patur dhe ajo rastet e veta, por shumë më pak se sa ato të skuadrës vendase të Beslidjes. Aksion është Marku, ka pasuar tek Alan Sander, e ka kthyer për tek Bega, Marku përsëri e kthen në mbrojtje për Temje, është nga Temja ka pasuar për tek Kruja, I cili ka bërë një shmangje shumë të bukur njëri për lojtarëve të pasuar për tek Raboshtën. Kruja, jo është Byrameli, I cili nuk e ndoqi si duhet lojën dhe nuk kuptoi sa duket idenë e pasimit të dhënë nga Raboshta. Topi është jashtë vijave të kufizuese të fushës për të rivënë lojë me rivënje me duar nga lojtarët e skuadrës Basanja. Rivënje e cila nuk sapo u krye, por janë përsëri lezjanët që marrin topin. Është Raboshta, gjithë një Raboshta, ka pasuar mjaft bukur, ka rimarr topin Raboshta, por nuk u mbështet si duhet nga Karakaçi dhe lojtarët e tjerë dhe ka humbur topin. E nis kështu një aksion pa pretendime, do të thoja, I skuadrës së Basanjes, I cili thyhet përpara se sa të nisej, dhe kemi topi ka dalë jashtë vijave kufizuese të fushës. Kemi rivënje anësore që I takon skuadrës së Beslidjes, është Raboshta, por në dy luftim ka humbur dy luftim me njërin prej mbrojtësve të skuadrës Bega. Pasimi gjatë për Krujën, gjithë një Kruja e ka topin zotrim, ka shmangur njërin për lojtarëve, por ky ka ndërhyrë dhe është aty numri 23 Marashi, I cili e ka ndërhyrë, ja ka marrë topin, ka pasuar, por përsëri skuadra e Beslidjes është në zotrim të top. Bega në krahujtjathi I sulmit ka pasuar për tek Kruja dhe rivënje anësore për skuadrën Beslidja. Pra jemi në minutën e 38 të pjesës parë, gjithë një 1-0 për skuadrën e Beslidjes, me gol të realizuar në minutën e 16 me 11 metrësh nga ana e sulmuesit Jasmin Raboshta. Alan Sander ka ndërhyrë dhe ka bllokuar kapitenin e skuadrës Basanit. Pastaj ka ndërhyrë Raboshta dhe sa duket do të kemi karton të verdh për kapitenin e skuadrës Kacibela. Kartoni verdh. Kartoni verdh. Si që theksuam dhe në transmetimin në komentin e më parshëm, para disa minutave, mbrojtja e skuadrës së Basanës po luan disi ashpër ndaj sulmuesve të skuadrës Beslidjes.
është një goditje dënimi nga krahu I majt I sulmit të skuadrës së Beslidhjes. Kruja brenda zonës ka grushtuar portieri dhe gol. Një gol do të thoja unë perl që se kemi parë deri në këto momente. Dhe skuadra e Beslidhjes e ka dyfishuar rezultatin. Pra në minutën e 38 skuadra lezhjane ka shënuar një gol mjaft të bukur. Sa duket të shohim kush ka qenë gol shënuesi, por ajo çfarë është e rëndësishme është fakti se ka qenë vërtet një gol shumë I bukur. Një goditje dënimi nga krahu I majt I sulmit të skuadrës së Beslidhjes. Topi u dërgu brenda zonës rrepsisht, ndërhyri portieri. E largoi përkohësisht, por aty brenda ka gjuajtur me shumë forcë nga jashtë zonës së 16 metrësh dhe 2-0. Autori I golit është Pyrameli. Pra 2-0 për skuadrën e Beslidhjes. Konkretizohet e përsia e këtyre minutave dhe do të thoja dhe gjithë kësaj pjese e skuadrës së Beslidhjes edhe me golin e dytë të realizuar. E ripërsërisim edhe njëherë ka qenë një gol mjaft I bukur I ardhur pas një goditje nga krahu I majt I sulmit të skuadrës Beslidhje nga Kruja, e dërgoi brenda zonës, e largoi përkohësisht mbrojtja e skuadrës mike, por nga jashtë 16 metrësh ka gjuajtur me tepër forcë dhe skuadra Pyrameli dhe skuadra Beslidhje kalon e dyfishon rezultatin dhe që prej minutës 38 udhëheq me rezultatin 2-0. Ja një moment I vështirë tek porta e skuadrës Beslidhjes. Janë 2-3 momente të tilla mosmarrveshje midis mbrojtësve, por fatmirësisht deri tani nuk kemi patur gol nga ana e skuadrës. Pra nuk e di se pse ndodhin gjëra të tilla, por ka 2-3 momente që kanë patur të gjitha mundësitë të shënojnë gol edhe lojtarët e skuadrës braziliane. Është Karagashi, por ka rrëshqitur, ka filluar të vështirësohet disi terreni. Aksioni shpejt I skuadrës së Beslidhjes, Karakashi, autori golit, pastaj e ka pasuar për tek autori golit dytë. E ka pasuar për tek Kruja, I cili ishte autori I goditjes së dënimit, të dhënë nga krahu I majt, ashtu si dhe ishte autori I goditjes nga këndi në rastin e golit të parë. Pra do të thojmë se të dy golat kanë ardhur fal fantazisë së kryq momenti I vështirë. Alen Sander ka humbur një rast shumë të volitshëm. Por ndërkohë që gjithçka është e pavreshme, pasi kemi një pozicion jashtë loje dhe topi do të vendoset do të filloj lojën nga zona e portierit të skuadrës mike. Kemi më pak se 3-4 minuta nga koha e rregullt e pjesës parë dhe vazhdon të udhëheq skuadra vendase Beslidhja me rezultatin 2-0. Ka shënuar minutën e 16 Raboshta dhe në minutën e 38 Pyrameli me numër 33, ndërkohë që Raboshta mban numrin 9. Topi ka dalë jashtë rrjedhave kufizuese të fushës për të rivënë me duar në rivënjë anësore nga lojtarët e skuadrës Basanjës. Është aty Marashi, e cili ka shkuar të marrë topin dhe të ekzekutoj këtë rivënjë anësore. Ka pasuar shkurtazi për tek Lekaj dhe kemi përsëri rivënjë anësore në afërsi të flamurit aty ku ekzekutohet goditja e këndit. Lekaj ka gjujtur
por ndërhyn aty Marku, një mbrojtës mjaft energjik, një mbrojtës mjaft I sigurt, ka ndërhyn me kokë dhe ka larguar topin në mesin e fushës, e kanë marrë miq, pastaj janë vendasit që e rimarrin topin dhe kemi një rivënje anësore nga krahu I djathtë I sulmit të skuadrës Basanjes, është kapiteni I skuadrës Basanja me numrin 7, Kaçubela, ka ndërhyrje me duar ndaj njërit prej mbrojtësve në zonë, por gjyqtari ka vazhduar lojën e Akansase, sulmuesi I skuadrës së Beslides ka pasuar mjaft bukur. Ai topu shumë se duhet për Raboshën, po gjithsesi ishte një aksion I organizuar mjaft mirë, por pa mundur të krijoj probleme për portën e mbrojtur nga portieri Murad. Marku në krahun e majt, Sander ka pasuar për Akansasën, gjithë një Akansase, por kemi ndërhyrje të gabuar ndaj tij dhe sa duket mbrojtësat e skuadrës Basanjes, duke mos patur rrugë tjetër, I ndalojnë lojtarët sulmuesit e skuadrës së Beslidjes me ndërhyrje me faull, duke marrë edhe kartona, lojë të cilën po e vazhdojnë që nga fillimi, ashtu siç e kemi thënë, edhe në komentet e mëparshme. Pavarësisht nga kjo, skuadra e Beslidjes ka mundur të shënojë 2 gola dhe pritet të shkojë në dhomat e zhveshjes me këtë rezultat për të marrë udhëzimet e duhura dhe për të përmirësuar ndonjë gabim që është vënë re pjesën e parë gjatë këtyre minutave. Duhet theksuar se terreni tashmë disi ka filluar të vështirësohet, pra ka është terren rrëshqitës, sidomos pjesa perëndimore e fushës, ne nga ka portën skuadra e Beslidjes. Marku, mbrojtësi I krahut majt, ka pasuar për njërin prej kolegëve të tij, I cili ja ka kthyer përsëri dhe Marku e kthen në thellësi të mbrojtjes së Beslidjes për temin I cili bën 2-3 pasime, pra 2-3 lojtarë, 2-3 pasime, derisa të krijohen korridore për të dalur, do të thoja unë, nga kjo markim që po u bën lojtarëve të Beslidjes, lojtarët e skuadrës Basanjes nga mes fusha. Është Karakaçi, ka pasuar për tek Pega, ka I dy luftim të Akansasës, kemi 1 minutë shtesë, Kruja ka pretenduar për një 11 metësh, por sa duket Kruja më shumë kishte probleme me veten se sa me topin dhe gjyqtari duke qenë afër aksionit nuk e ka çmuar dhe realisht do të thoja mishte pse jo dhe një stimulim, por gjithsesi loja ka vazhduar, topi është jashtë vijave të kufizuese, ndërkohë që gjyqtari 4 Dragusha ka akorduar 1 minutë shtesë, I cili ka filluar të luhet prej 30-40 sekondash dhe për çështje sekondash, 10-15 sekonda. Pritet që të përfundojë edhe minuti shtesë dhe të gjithë minutat e pjesës parë të kësaj ndeshje, dhe I ka përfunduar pjesa e parë e ndeshjes Beslidja Basanja me rezultatin e pastër 2-0, me përsi të skuadrës së Beslidjes me golat të shënuar në minutën e 16 nga Jesmin Raboshta, pas asaj goditje nga këndje në krahun e majt të sulmit.
Dhe në minutën e 38 ka qenë Pyrameli, lojtari me numër 33, i cili ka dyfishuar, ndërkohë që duhet të theksuar se skuadra lezhjane ka patur shumë raste, por 2-3 raste i ka patur edhe skuadra mike e Basanjës, dhe rastet e ardhura për skuadrën e Basanjës ka qenë më shumë një mosmarrëveshje midis lojtarëve të mbrojtjes së skuadrës Beslidhjes. Duhet theksuar se ka qenë një paraqitje mjaft e mirë e mbrojtësit Antonio Marku, i ardhur merkaton e janarit tek skuadra Beslidhjes dhe ka bërë një fjalë mjaft mirë në këto minuta të pjesës parë. Pas një pushimi të shkurtër, do të ritakohemi përsëri nga unë Martin Dedaj dhe miku i mihershëm Agus Jencini në këtë transmetim të drejt për drejt. Miru pafshim dhe miru dëgjofshim në pjesën e dytë.